Të mërkurën, Kosova edhe njëherë u rreshtua krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Krejt kjo, kur presidentja e vendit Vjosa Osmani hodhi në nënshkrimin për t'ju bashkuar Bordit të Paqes. E 4 ditë më vonë, Osmani këtë po vlerëson si historike. Shefja e shtetit në një intervistë për BBC tregoi arsyet pse Kosova ju bashkua Bordit, të cilën e refuzuan shumica e vendeve evropiane. Janë një numër arsyesh, le të kthehemi pak pas në kohë, 26 vjet më parë, Kosova ishte një vend i shkatruar nga lufta kundër popullit të Kosovës, po kryhej gjenocid dhe në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara, natyrisht me mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar dhe shumë vendeve demokratike në mbar botën, jetët tona u shpëtuan, por e rëndësishme është ajo që po dëgjonim atë kohë, ishte se rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s ishte një copë letre, ishin fjalë, por zero veprime, derisa SBA-ja erdhi dhe mblodhi botën pas vetës për të na shpëtuar. Në pyetje nëse ky bord synon të zëvendësojë Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Osmani u përgjigj në këtë mënyrë. Jo, krejt e kundërta. Siç thash, këto organizata mund të punojnë dorë për dore, njëra duke përfshirë në krijimin e paqes dhe arritjen e saj, e tjetra ta ruaj paqen. Tutje shefja e shtetit tha se 26 vjet më parë ishte Kosova ajo që kishte nevojë për paqe. Ne besojmë në lidershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në synimin për t'i ndihmuar shteteve të tjera të arrijnë paqen, njëjtë siç na ndihmuan neve vite më parë. Ndryshe, Bordi i Paqes është pjesë e planit të presidentit amerikan Donald Trump për të rindërtuar Gazën. And all Board of Peace members could please take their seats in the front. Njëri e lexon votën me zë të lartë, tjetri e regjistron në sistem. Është kjo rutina e punës në qendrën e numërimeve dhe rezultateve në Prishtinë, që nga 13 janari. Në këtë formë vazhdoi rinumërimi i votave të 28 dhjetorit edhe të dielën. Edhe në ditën e 12, çdo flet votim po kontrollohet me kujdes. Kjo në mënyrë që të evitohet manipulimet e ngjashme me numërimin e parë. Po vazhdon procesi i rinumërimit të votave këtu në qendrën e numërimeve dhe rezultateve. Deri më tani janë rinumëruar mbi 60% e tyre. E në orët e pasditës, ky proces përfundoi në 23 komuna të tjera. Për TV1, zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezaj tha se rinumërimi po vazhdon edhe në 15 komuna, ndërsa bëri të ditur se kur pritet të përfundojë i gjithë procesi. Ky proces është duke vazhduar sipas planifikimeve dhe mund të them se KQZ është duke u përpjekur maksimalisht që gjatë javës ardhshme të arrijë të përmbyllë rinumërimin e të gjitha vendvotimeve. Natyrisht se procesi i rinumërimit i heq dilemat sa i përket rezultateve dhe kjo mund të zvoglojë edhe nevojën për ankesa, por megjithatë KQZ duhet të presë për paraqitjen dhe shqyrtimin e tyre para se të procedoj me certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve dhe njëkohësisht me përmbylljen e të gjithë procesit zgjedhor. Ndërkaq të shtunën, gjykata themelore në Prizren ka mbajtur 4 seanca dëgjimore lidhur me kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 23 personave të dyshuar për manipulim të votave në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Ndaj 23 të pandehurve është caktuar masë e paraburgimit në kozgjatje prej 1 muaji. Po numëroj një nga një flet votimet. Në këto letra, qytetarët kanë shënuar vullnetin e tyre për atë se kush do ta qeverisë vendin. Por pak dije se çfarë ndodh me to pas përfundimit të procesit zgjedhor. Në të njëjtin vend ku edhe numërohen, këto materiale zgjedhore edhe asgjësohen. Shkatrimi i materialit zgjedhor pra të një procesi zgjedhor është detyrim ligjor për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Zakonisht në këtë proces pra të shkatrimit përfshihen fletvotimet, formularët e rezultateve, pastaj listat e votuesve si dhe materiale të tjera përfshirë edhe ato me karakter administrativ. Këto materiale janë përdorur jo vetëm gjatë ditës së zgjedhjeve, por gjatë të gjitha fazave të procesit zgjedhor. Por jo të gjitha fletvotimet shkatërrohen. Materiali zgjedhor i cili është objekt shqyrtimit
Materiali zgjedhor i cili është objekt i shqyrtimit apo hetimit nga institucionet e drejtësisë nuk shkatrohet, por ai ruhet deri në përfundimin e të gjitha procedurave ligjore. Gjithashtu, edhe një pjesë tjetër e materialit zgjedhor i cili ruhet nga ana e KSZ-s përdoret gjatë procesit të trajnimit të trupave të ardhshme zgjedhore. E kretë kjo kompetencë për azjesimin e këtyre materialeve, sipas profesorit universitar Mazlum Baraliut, i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pas kryerjes të gjitha procedurave do të tankimore, pastaj Komisioni Qendror Zgjedhor merr vendim të caktuar për zhdukjen ose azgjesimin e gjithë materialit zgjedhor dhe me komision të caktuar pra në kuadër të mbikëqyrjes pushtetuese dhe ligjore. Së fundmi, KQZ ka azgjesuar materialin zgjedhor të zgjedhjeve lokale që u mbajtën vitin e kaluar. Gara për drejtimin e lidhjes demokratike të Kosovës tashmë ka nisur. E kjo pritet të finalizohet me 31 janar, kur LDK do ta mbajë kuvendin. Në të pritet të vendoset edhe fati i kryetarit aktual, Lumir Abdigjiku. Ky i fundit dorëheqjen e tij e ka lënë në duart e bashkëpartiakëve. E të dielën u bëi ditur emri kundër kandidatit të Lumir Abdigjikut. Besimin e delegatëve të LDK-s me 31 janar do ta kërkojë ish-kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti. Këtë bëri të ditur vet Hoti përmes një postimi në Facebook. Në këtë moment vendimtar për LDK-n dhe për Kosovën, unë zotoha me përgjegjësitë e plotë të marrë parën e ringritjes politike dhe organizative të partisë, zotohem të udhëheq një proces të rësisht gjithëpërfshirës, transparent dhe në përputhje të plotë me statutin, ku secili antar, çdo deg dhe çdo forum ka zë dhe rol aktiv në ringritjen e LDK-s dhe në vendimet që marrim si shtëpi politike demokracisë. E garat e tilla brenda partisë, sipas profesorit Avdis Majlaj, janë të mirëseardhura. Sa më shumë që ka kandidatura, to i shtojnë edhe konkurencës së brendshme të partisë, rrjedhimisht e kualitetit cilësisë të leadershipit të lidhjes demokratike të Kosovës. Megjithatë, në seancën e kuvendit të paraparme 30 janar, tani mbetet shifet se është në rand dite vetëm vot besimi i dorëheqjes së zotit Abdigjiku, edhe nëse nuk është, megjithatë kuvendi ka kompetencë ta modifikojë rendin e ditës dhe ta fusë në rend të ditës edhe çështjen e propozimeve të reja, kandidaturave të reja. Sipas Majlajt, ish-kryeministri Hoti ka përvojë si udhëheqës. Po gjatë mandatit edhe në pozita të tjera udhëheqëse është dalë si udhëheqës ka reflektuar në përgjithësi të lartë dhe në bazë të kësaj besoj se mund të japë LDK-s. Krahas kësaj, prapë mbetet brenda LDK-s që të vendosin se kush, po ajo që do të vlerësohet nga është që sa më shumë që ka kandidatura, to rrisin konkurrencë. Hoti në njoftimin e tij ka bërë thirrje për unitet, guxim politik dhe rikthim të vlerave themeltare të LDK-s, përfshirë demokracinë e brendshme dhe orientimin euroatlantik të Kosovës. Është 26 janari vitit 2006. Dim Maloku, si pjesëtar i trupave mbrojtëse të Kosovës, po mban në duar fotografinë e ish-presidentit Ibrahim Rogovën në ditën e ceremonisë së lamëmirës së fundit. 20 vjet pas, kujtimet e asaj dite të ftohtë janari janë të freskëta për ushtarakun. Ka qenë thjesht një hierarki, një zbatim i urdhrit nga ana ime dhe kolegëve të mi të asaj kohe, e cila urdhër ka ardhur nga generali Agim Qeku, që ishte komandanti joni në atë kohë. Bëhet fjalë në atë kohë nuk kishim ministër mbrojtje, domethënë vetëm komandanti i shtabit përgjithshëm që ishte atëherë general Agim Qeki dhe ne kemi zbatuar urdhrin e tij nëpër me kryer një detyrë caktuar. Aso kohë Maloku kujton se organizimi ishte një sfidë e madhe. Ka qenë një kohë mjaft sfiduese, kanë qenë për shembull parafërsisht 4-5 ditë, 24 orëshët para përgatitjes, stërvitjes, deri në detaje se si do duket
pjesa e ceremonisë së varrimit të presidentit Rugova, mandej ka qenë gjitha ato detaje dhe 24 orë para ndodhjes ngjarjes, do thotë në ushtri është praktik me u bë prova gjenerale. Vështirësitë, Maloku tregon se shtoheshin edhe nga fakti që në atë kohë skema politike ishte mjaft e polarizuar. Ka qenë një kohë shumë skene polarizuar në kuptimin politik në Kosovë dhe me të vërtet ka qenë sfiduese, po ne si ushtarak të dalun nga lufta, ne kemi prirje që të zbatojmë urdhrat. Dhe atë e kem bërë gjithë ne edhe unë në këtë rast. Zbatimi i urdrave është obligim, nuk është çështje vullnetit. Megjithatë, motivi për ushtarakët ishte shumë i lartë. Presidenti Rugova e kaluar atinë politike prej vitit 89 e tutje, mendojmë që ai ka merituar një përcjellje të lavdeshme në përjetësi, mirë po ka ona tjetër edhe pjesa e pas luftës, marrja e organizimit ceremonisë e tjerë në kuptimin institucional, ka qenë një përgjësi dhe një sfidë. Maloku, që ishte një ndër organizatorët e ceremonisë, ka dhënë kontribut edhe në luftën e fundit në Kosovë, si një nga komandantët në betejën e Koshares. Vrasja një shtetasi amerikan nga një agent federal gjatë një demonstrate në qytetin Minneapolis të Minnesotës ka shkaktuar zemrim dhe më shumë protesta. E gjithë ngjarja ndodhi të shtunën brëma kur agentët federal të imigrimit qëlluan mbi një burr 37 vjeçar të identifikuar si Alex Peretti, një banor vendas dhe infermier i kujdesit intensiv. Qindra demonstrues dolën në rrugët e ftohta të Minneapolis pas të shtënave, të cilat ndodhen mes tensioneve të vazhdueshme rreth operacioneve federale të imigracionit në qytet, teksa kërkojnë largimin e agentëve të imigracionit. Sipas deklaratave nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare, agentët federal hapen zjarr pasi akuzuan Perettin se ju afrua me armë dhe u bëri rezistencë të dhunshme. Zyrtarët thonë se agentët vepruan në vetëmbrojtje. Por, ky pretendim i departamentit është kundërshtuar nga dëshmitarët e rastit. Edhe në pamjes që qarkullojnë në internet, Peretti shihet jo duke mbajtur një armë, por një celular, disa momente para se të qellohej. Ai kishte marrë pjesë në protesta kundër politikave federale të imigracionit në qytetin e tij, duke demonstruar kundër masave të ashpra të futura nga presidenti Donald Trump. Miqt, kolegët dhe familja e përshkruajtën as si një kujdestar të dhëmshur që ja kushtoi jetën ndihmës së të tjerëve. He cared about people deeply and he was very upset. Vdekja e tij vjen vetëm 2 javë pas një tjetër të shtëne fatale që përfshiu një oficer federal të imigracionit në të njëjtin qytet, ku mbet e vrarë 37 vjeçaria Rene Good. Ndërkohë, teksa hetimet vazhdojnë, një gjykatës federal ka lëshuar një urdhër emergjent që ndalon administratën Trump të shkatërrojë ose ndryshojë provat që lidhen me të shtënat, pasi zyrtarët e shtetit dhe të sharkut ngritën padi. Në Gaza, drut e zjarrit janë kthyer në një mjet mbijetese dhe një luks që shumë familje mezi arrin ta përballojnë. Me mungesën e gazit për gatim dhe mungesën e energjisë elektrike në masë të madhe, familjet në të gjithë enklavën e shkatruar nga lufta mbështeten te druri për të gatuar ushqimet dhe për të qëndruar ngrohtë gjatë netëve të ftohta të dimrit. Nahed El Ma'dhun, një tregtar druri zhvendosur nga qyteti lindor i Gazës, thotë se kërkesa është rritur ndjeshëm, ndërsa jeta është bërë gjithnjë e më e vështirë. Njerëzit nuk kanë gaz për gatim, ata blejnë vetëm disa drunë në të njëjtën kohë, sa për nevojat e tyre shtëpiake, jeta është e vështirë. Mungesa e burimeve dhe i ftohti ashpër po i shtyn disa banorë të rrezikojnë jetën, duke e ofruar zonave të kontrolluara nga ushtria izraelite për të mbledhur mbeturina që mund të shërbejnë si lëndë djegëse.
Gjendje rënduar u pa edhe në një mens për të varfrit në kampin Nusairat në Gazën qendrore. Këtu stafi po përpiqet çdo ditë të sigurojë dru zjarrit të mjaftueshëm për përgatitjen e ushqimit. Gazi për gatim nuk është disponueshëm në rripin e Gazës, është jashtëzakonisht i pakët, edhe druët e zjarrit janë bërë shumë të shtrenjta, duke arritur në 6, 7 ose 8 shekel. Kjo është një barë e madhe për kuzhinën e bamirësisë dhe sigurimi i druve të zjarrit është bërë tepër i vështirë. Në rripin e Gazës ku Izraeli ka kufizuar hyrjen e ndihmave pavarësisht anëpushimit, qindra mijëra njerëz jetojnë në tenda të improvizuara. Shira dhe stujit e ftohta që kanë goditur zonën i kanë bërë këto tenda të pabanueshme, ndërsa temperaturat e ulta po rezultojnë fatale, veçanërisht për fëmijët e vegjël. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, numri i fëmijëve që kanë humbur jetën për shkak të ekspozimit ndaj të ftohtit dhe mungesës së strehimit të përshtatshëm ka arritur në 10 që nga fillimi i dimrit. Ndryshe që nga nënshkrimi i marrëveshjes së anëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit në tetorin e vitit të kaluar, të paktën 484 palestinez janë vrarë, sipas të dhënave të ministrisë.